Përshëndetje miq të dashur të Kosova Infos, jemi këtu në Prishtinë, do të zhvillojmë një intervistë me Xhan Çoçaj ku do të flasim rreth organizimit të ditëlindjes së Skënderbet, e cila do të mbahet nesër në sheshin e Prishtinës pranë shtatorës së Skënderbeut. Çfarë ndodhi realisht, pse u blloku sheshi, cilat ishin problemet, a kishin marrë leje nga komuna jo? Ka ndodhur disa probleme që do t'i shtjellojmë gjatë kësaj interviste në të ftuarin Xhan Çoçaj. Zoti Çoçaj, keni organizuar tash jeni përgatitje të organizimit siç ishte vitin e kaluar sa i përket ditëlindjes së Gjergj Kastriutit Skënderbeut. Çfarë pritet të ndodhë nesër në Prishtinë? Nesër organizimi fillon në Institutin Albanergjik. Do të ketë 5 mars prej gjitha trujeve, do të flitet për historinë e kryeheroit kombëtar Gjergj Kastriutit Skënderbeut. Pastaj do të fillojmë në sheshin Skënderbeu, ku do të vinë shumë mysafir nga të gjitha trujet shqiptare. Gjatë kësaj kohe, ju keni thënë se keni bërë edhe kërkesë sa i përket komunës, procedurave ligjore për të marrë leje për të festuar atë ditë në sheshin Skënderbeu. Po pikërisht gjatë kësaj kohe ka ndodhur diçka, domethënë që është bllokuar sheshi nga një temë me një ekspozitë të Shtetet Arabe të cilat e kanë vënë pikërisht para Skënderbeut, lapidarit Skënderbeut. Keni pas një reagim lidhje me këtë? Çka ndodhi realisht, si ka mundësi që të mirën dy leje në njëjtën kohë? Ne kërkesën kushtimisht të them ne, organizata shqiptarie ka bërë kërkesën me 15 apo 20 janar që me shikut, dhe me thonë ofër 4 muaj përpara, edhe komuna ka aprovu. Mirë po, si qysh të ndodh ajo pikërisht në kohën e ditëlindjes ku manifestohet nga të gjitha trujet shqiptare marrin pjesë, ata din për çfarë arsye kanë bërë, mirë po mu ka të personazh menimi jam është që kanë bërë veç me provokime. Pse me provoku? Pse ata kanë ditë shumë mirë që na kena qitë kërkesën shumë ma herët se ata. Dhe me thonë janar. Edhe ata e ka mund edhe atyne edhe neve. Edhe pse pikërisht bashkë statuja Skënderbeut. E kanë bërë me qëllim me ahu vlerën, me zhvlerësue, me dominue kultura orientale arabe, edhe ai na Tërnova, i cili thëtë, gjemën e vetëm një hoqë me emën, që ka qenë rës, edhe ka punu si hoqë, ai shkrimtari Kadriu Shumire ka qenë prezident 1912, kur ka qenë ai hoqja, ka në konkurimisionin. Unë s'kam nëve me gjithë kalumën, por në përgjithë pikërisht tash na Tërnova është ai që përnën s'kur ata vëgjellar të rësë. Tash qëko është na Tërnova me përkatësi kombëtar dhe të rëgënaj vetë. Nuk mënët asë një shqiptar, se ka gjakën e pastër shqiptarit me vepru kështu kondraj hynorit, kondraj kryeherojt kombëtar, të cilën a një bota mes tina me bo këtë skandal. As ma tepër përparim Roma. Përparim Roma i ka poet kryesore pëse më ka vonë lidhë. Ja, po gjenë arsye pëse. Okej. Pëse se dhe qëto me bu? Ne kena po 1 milion herë shtyp panajiret, shaturat, tendat e ngritun a shtyp, produktet vendore, tjera, kanë mëjtë me bu edhe këtë. Po pikërisht e kanë bërë. Dhe kanë bësh ato në shumë nëllë, përmi 3 metra, 4 metra me vish me vë skandal. Po s'ka ta di. Kjo as pak se më ka pëlqy, edhe normal që qytetari rëndom, reagova, pse keni bërë. S'ka logjik. Po mendoni se kjo është bërë pikërisht për të provokuar, apo duke bllokuar dhe mos lejuar që të bëhet një manifestim siç ishte madhështor vitin e kaluar? Ata si zakonisht mirë me propagandë, me rrana, tash unë nuk jam në lëvizjen e të shanit, jam në lëvizjen për rikthim. Tash po klasojnë të rrana se kinse i kanë kap me pare, pi pagujnë priftat, s'di çka. Ta mirë me propaganda, me pralla.
Këta për gjë me argumente nuk kanë. Se këta kanë pushtetin dorë. Këta qysh thonë Bashkia Islame, edhe parlamenti, edhe presidente, edhe kryeministri veprojnë. Pse? Si po mendon veprojnë? Pse e kurzojnë me burta? A mendon se edhe përparim Roma ka po për shkak të zgjedhjeve që do të ketë këtë vit? Absolutisht për shkak zgjedhjeve, për shkak të ja kona partë ati shumë. S'ka tjetër logjik. Çka ju ka thonë përparimi? Cila ka qenë arsyeja për parim Romës? Tha keni hapësirë për të dytë. Para mena çfarë ignorancë. Qysh keni hapësirë të dytë, sheshi është domethënë Ja, organizuar një manifestim. Qysh ja ke dhënë thash, për e ke ditë shumë mirë, kena qenë para kërkesën e kanë qenë se 4 muaj gjysmë gati. Ja ke dhënë thash, ka hapësirë për dy kohë. Këtë kontrolli. Gjithë ke hapësirë tjetër pse unë thash, pse veç me na provokë. E me ka dhu se na dominojnë këtu. Na dominojnë. Qa pritet nesër të ndodhë në shesh? Në manifestima do të ketë nga gjitha troje shqiptara, do të jetë madhështor si që ishte vitin e kaluar? Ka me qenë shumë ma madhështore, shumë ka me qenë diçka jashtëzakonshme, mirë po këta, e ki po, na kanë zonë hapësirën, kryesore na kanë zonë. Këtë me këta kur gjë nuk punë rastisht, këta me lapsë punë. I kanë ekspert, i kanë njerëz të vetë, edhe punojnë me plan edhe program. Absolutisht me tendencë edhe me qëllim caktuar me kanë. Dokumente ma pëndojnë, më kërcnojnë, më në pyetëm, a jeni më në shqiptar, jo qka jeni? Nëse si jeni shqiptar, të regoni vëlla, jena arabë, s'ka problem, kuptoj. Jo jena shqiptar, po qyshti nësi e shqiptar, stërgjyshit ka qenë njetë, ka lëftu njetë me shqiptar. Qyshti stash për më hënë vetë vetë. Për çka? A e si më këndështoj këtë tenda, ishte Hoxhi Ajvalic. Tha njëri pa i 5, kamiona hurë me i mërë, tha një forta 4 i shetë. Ashtë për në di shumë mirë që ata për interesa e bëjnë, sa unë jam 100% ma musliman sa ata. Ta garantim në i. Po ata janë veç që për interesa e kanë, për kur që fitë.